der Apfel. Der Apfel, që do më thënë moll. Ose prap me shkronjën A kemi das Auto. Das Auto. B Banane. Die Banane. Sa i përket nyjeve der, die, das, do kemi shpresoj një njësi të veçantë mësimore për këto. Pra kemi B, die Banane. Ose tek shkronja B mund ta marrim si shembull edhe das Buch. Libri. C der Computer. C kompjuteri. D Deutschland. Gjermania. D. Apo mund të përmendim nyjet që vendosen der për gjinin mashkullore, der, die për gjinin femërore, die, apo që janë neutral, apo asnjanse, që themi në gjuhën shqipe, das. Pra der, die, das. D, kemi das Essen. Ushqimi. F, kemi Frau, gruaja, die Frau. F, G, mund të përmendim der Garten. Kopshti. G, H, mund të përmendim das Haus. Shtëpia. H, I, die Insel. Ishulli. J, mund të përmendim die Jacke. Jaket, pra die Jacke. K, Kind. Fëmia, das Kind. K, L, die Lampe. Die Lampe. L, M, mund të marrim si shembull der Mann, burri. Der Mann. Pra kemi M, kurse N kemi si shembull der Name, emri.